Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra. Mirë se vini në një takim më të veçantë me Don Palush Gjinajn. Don Palush, mirë se erdhe në Radio Marinë e Kosovës, edhe pse kjo bisedë po lind gjatë ditëve pushimi, ditëve verore, pranë detit, unë jam të uknash këtu në shtoj, duket sikur Zoti di me zgjedh edhe këto rrethana, edhe këto momente për me na udhëzue, për me na bë me dije se është me ne, ec me ne, por edhe me mbjell, pse jo, edhe ide të reja. Më vjen mirë që sot mund të ndajmë me dëgjuesit tanë një projekt që shpresojmë do të bëhet shoqërues i bukur, shpirtëror edhe për dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës. E në fillim, ndoshta për ata që nuk të njohin Don Palush, a mund të na tregosh pak për veten, rrugën tonë meshtarake, shërbimin që e bën sot në famullinë e Shën Markut këtu në shtoj afër Ulqinit. Faleminderit Dom Shtefan. Për mua është një kënaqësi dhe ju falenderoj që ma ke dhënë mundësinë për me hyrë me qenë pjesëtar i Radio Maris, edhe me ofru eksperiencën time, që i kam një kohë që punoj si prift të disa vite, edhe unë isha duke menduar për këtë gjë, kështu që si tha dhe vetë, ti ke ardhur për pushime, edhe si duket Zoti po i sheh gjanat edhe i lidh disa gjana. Unë jam prej Kosove, nga pjesa e Klinës. Studimet i kam bën, studimet e filozofisë, i kam bën në Kroaci, në Zagreb. Mandej kam shku në Shqipëri për teologji. Kjo është pjesa e studimeve. Mandej në 2009 jam bë prift. Dhe si prift i ri kam fillu në famullinë e Shën Gjergjit. Kam shërbyer edhe në Tivar një kohë, edhe mas kësaj kam ardhur në shtoj. Si kujtohet kjo pjesa, domethënë kalimi prej Kosove këtu në Çepezhvinë e Tivarit, ndoshta ndonjë fjalë edhe në këtë drejtim kur ke fillu këtu me shërbye në Malzi? Normal që të kenë edhe ne një thojase të një kulture, por gjithsesi ka dallime, është ndryshe nga vendi ku njeriu vjen, sepse ka fazën e vet aty me popullin ku rritesh. Është ndryshe, ne kam kalu një kohë të gjatë edhe në Shqipëni, edhe aty krijova shoqëni të mirë, edhe një farloj komoditeti me popullin e Shqipënisë. Ne edhe ardhja këtu ka kenë sigurisht edhe një sfidë, më njoft me njerëz ndryshe, me një mentalitet ndryshe. Por gjithsesi, menimin e hyjë të gjallë, edhe me pranimin e njerëzve, ja kam rri me mu integru dhe me hyj edhe në jetën shoqënore këtu të popullit në rrethin e Ulqinit. Një lloj. Shtoji, besoj se si çdo vendi ka do farë specifika, ashtu me thonë. Çka kishe mujt me thonë për Shtojin? Cilat janë disa veçori të këtij vendi? Unë sa po e shoh, është edhe vend ku vinë edhe turist, vizitor, sepse deti është afër, edhe eventualisht çka na flet ky vend për njerin e sotëm. Shtoj, por edhe Malizinë në përgjithësi, me thënë drejtën, e ka një natyrë të mirë edhe të bukur. Dhe këtu
në shtoj, po në rrethin ku kam shërby, në fillimisht në familjen e Shën Gjergjit, edhe të Kleznes. Pastaj këtu e kam zhvilluar dhe më shumë këtë faktin mu njoft më shumë me natyren. Taman muj me qitë edhe në këtë linjen që po pyet për njeriun e sotshëm, çka mundet me çka më ka mësu për njeriun e sotshëm, është se pikërisht njeriu është të shku gjithmonë edhe ka mbyllja. Ka mbyllja në vetveten, ka mbyllja në punën e vet edhe në shtëpinë e vet, edhe në këtë kutinë e telefonit. E kështu që mu më ka nimu shumë në jetën shpirtërore natyra, këto në rrethina, edhe më shtoj në mënyrë të veçantë, sepse është deti, është natyra, shoqërimi me natyrën, sepse edhe etrit e kishës, po edhe shejtënia gjithmonë e kanë shprehë se janë dy libra nëpërmjet të cilave muj me njoft Zotin. Është natyra edhe Bibla. E kështu që këto e kam zhvillu këtë mundësi mu shoqënu me natyrën edhe me njoft të gjurmë të Zotit në natyrë. Edhe kështu, edhe me një mu edhe njeriun e sotshëm, për mu orientu edhe mu shoqënu ma shumë me këtë bukurie, me këtë mirësi që Zoti na ka ofruar. E pikërisht këtu në shtoj lindje dhe kjo ideja që me qenë pjesë e Radio Maris Kosovës, Radio Maris përgjithësi, sepse misioni i radios është vërtet një zë i krishterë në shtëpinë tënde, e falenderoj Zotin që kemi këtë mundësi. Na trego pak për dëgjuesit si lindi kjo ide që me përdor edhe këtë mjet, si që është radioja, për me përçu fjalën e Zotit. Faleminderit për pyetjen. Kjo është një gjë e rëndësishme vërtet për mua, se vitet e fundit isha të menu se si muj me përdor unë përgatitjen time, zonin tim, po dhe shërbimin që Zoti më ka caktuar, më ka thirrë për me përhap lajmin e gëzueshëm të Ungjillit. Si muj me kriju edhe vet një rrjet, siç quhen podcaste, që i shohim ne. Kam më ka rënë rasti me bisedu edhe me shoqënin, si mund të bëhet, por nuk ka pas shumë gatishmëri nga që ose edhe mundësi, sepse ishin të marrë me gjana tjera. Pra, herë mas herë, edhe pse kisha dyshimet e mia, por më vinte shpesh menimi se unë duhet me hyn rrjete, me hyn val. Edhe tash nuk e kam ditë, po thojsha Zoti le ta ofron ndoshta këtë mundësi. Ardhja jote këto për pushime. E unë e ti në ato ne i thuaj ti mas 20 e kusur vjetëve. Dikur, kur ja kam nisur në si fëmijë studimeve, ki kanë magistër jam, mësus jam, më ke mësu, edhe në ke këqyur që apo sile mira, jam djali mirë, kësi sënesh, e kështu që tash t'i vjen edhe takomi si prifta shumë gja bukur, eksperiencë shumë e mirë, e duket si kur rastësi, por besoj që si tha ti, Zoti, po i shet gjanat edhe po i përdor për mirë edhe pushimet. Zoti është aktiv edhe kur na jena në pushim. Kështu që tu bisedu me ty, tu të bë pyetje për radion edhe gjana, edhe erdhi biseda deri në atë pikë, si ta shpreha edhe unë këtë dëshirën që unë e kam, edhe kur thati po ku më marr, këtë gjë muj me bë dhe në Radio Mari. E për mu shumë më mirë, shumë më lehtë, edhe po më duket si një ofertë e Zotit, që unë nuk kam nevojë me kriju, me instalu programe të reja, kur që ekziston Radio Maria, një hapësinë të radioja, të ju, edhe atë që une kam pas në zemër si dëshirë, Zoti ofroi që une me realizu këto. E kështu që gjatë bisedimit kështu në pushime, ndodhe kjo mundësi. Unë jam shumë i kënaqur. Qa kishe thonë, do në palush,
Radioja si mjet ungjillëzimi kështu, sepse na po e shohim që teknologjitë po zhvillohen edhe në mënyrë marramense, nga njerë s'pedim edhe shka ka gjona të reja, kanë dalë. Po megjithatë, radioja si mjet ungjillëzimi çka tërheq tek ky apostolim, si me thonë kjo veprimtaria apostolike mund të quaj. Ka diçka tërheqëse këtu për njerin e sotëm. E ke fjalën te radioja apo në përgjithësi programet të rrjeteve? Po edhe ato, po ne i përdorim ato. I përdorim domethënë edhe rrjete tjera, po në rend parë si radio që unë kam rolin e drejtorit, edhe i shoh shumë gjëra pozitive, po më intereson edhe ti prej kësaj perspektive, aq sa i ki pa që janë të zhvilluar edhe radio, në këtë rast Radio Marin, shka ka diçka tërheqëse këtu, ose të mirë, si me thonë, për ungjillëzim? Po, tu kenë që jam në shërbim të njerëzve, por të njëjtën kohë jam edhe unë në kërkim të marrëdhënieve më të thella të bashkimit më të madh me Zotin. Pra, njëjtën kohë jam edhe vetë në kërkim kësaj gjaje, por janë edhe njerëzit. Kështu që, plus edhe jam një pris shpirtnor që Zoti më ka thirrë me ofru një gjatë të tillë. Nëpërmjet programeve, nëpërmjet rrjetit, njerëzit janë vazhdimisht aty të kërku. Edhe atëherë unë mendoj që Radio Maria, që është e lidhur edhe me programet e tjera, kish muj me bën një punë shumë të mirë. Se ka shumë gjëra që ne marrim nëpërmjet rrjeteve sociale. Rinia, tana gjeneratat marrin gjëra, por ka raste që marrin gjëra të cilat nuk kanë shumë vlerë në jetë. E mushin kryt me informacione, e ndoshta dalin prej programit më të lodhën, më të mërzitën, e më me anë. Ajo që unë mendoj që radioja në këtë linjë, në këtë fushë, mundet me ofru pikërisht të gjë që njerëzit janë në kërkim, janë të unshëm edhe të etshëm për përgjigje të shpirtit edhe të jetës. Këtu kish muj me gjetë një gjë me vlerë, një gjë që duhet, një gjë e studiuar mirë, e medituar, e lutun, është një hir i fituar prej Zotit, e që njerëzve mi u dhanë një gjë me cilësi, një gjë me vlerë, që ata e nin veten edhe të shoqënuar, edhe marrin përgjigje, por kur ta shohësh një video e cila është e pëlqyeshme, ti ata e sheh me dashni, e sheh me kënaqësi, manej e sheh edhe disa herë. Një gjë e cila na prek shpirtin, na shkojmë e lexojmë një libër 2-3 herë që na pëlqen, ose e shohim një film 2-3 herë që na pëlqen. Që i ka dhënë përgjigje. Atëherë besoj që Radio Maria mundet nëpërmjet këtij rrjeti dhe rrjetet me të cilat është i lidhën, mi dhënë përgjigje të vlefshme shpirtit njerëzit. Njerëzit sotëm, a kanë sot nevojë njerëzit pikërisht për emisione, po quajmë kështu, ose me pa takimet, me pa edhe një bisedë qetë, por edhe më të thellë, mos me merr domethënë vetëm nivelin e cekt, kështu si me thonën, e lexova diku diçka, kaloj, ato që e tha ti, del edhe më i lodhën, si me thonë nganjëherë disa gjëra. Do thonë njeri sot me gjithë ato ka nevojë edhe për biseda qeta, edhe më të thella. Po, ka shumë nevojë. Njeriu i sotshëm, ashtu si edhe e shohim, ka edhe komente të niveleve profesionale, të njerëzve të përshpirtnisë në përbot edhe psikologjisë, që thojnë sikur kjo është periudha e ankthit, si çdo periudhë që kena pas në jetën tonë, periudha të ndryshme, sot duket sikur është periudha e ankthit. Kush kishton, edhe pse kena ato mundësi. Kush kishton. Pra, ekzistojnë
mundësitë e mira, ekzistojnë kushtet e mira, materiale teknologjike, teknike, por që njeriu po jeton një ankth, e ankthi si bazë ka mërzin. E atëherë, ky njeri ka nevojë për me animu në këtë, mi dhanë dritë dhe mi dhanë kuptim. Edhe si me menu, apo jo, minimu edhe qysh me menu, se ka njerë dhe këtu do një lloj disipline, apo jo, mënyrat, menumit, ndoshta edhe nëpërmjet këtyre emisioneve do të kontribojmë këtë drejtim. Po, pikërisht. Pra, me animu me menu drejt. Shpeshherë dëgjohet fjala që është pozitive. Me menu pozitiv, Por ka raste kur nuk mundesh ti me menu pozitiv. Të kujtohet ajo shprehja që e kena na, ujë ku të më hangër e na të thonë bane zot anë. E ke parasysh. Je në një situatë ku ti edhe nuk mundesh me menu pozitiv dhe po dashte. Por mundesh me menu gjana të drejta. Mundesh me menu gjana të vyshme, edhe pse nuk duken pozitive, edhe pse nuk duken të mira, por ekzistojnë disa mënyra për me menu në mënyrë të drejtë, edhe pse mund të jetë pak e munimshme. Se njerëzit janë shumë të lidhur me menimet, edhe nuk dojnë me ndryshu menimin për asgjë. E ndoshta ai menim është i gabueshëm. E aja është te e mojtë. Ai që është këtan një trypsnije të shtrydhje, monime, pikrisht, edhe e një mon, ekziston një menim tjetër, ti mundesh me ndryshu menimin. Okej? Që tha njoni, e masane edhe masi që u shlirova, ata lisat me të njëjtë, po për para ku më kalu, po mbi për mirë. Pikrisht, që është çliru nga jo që ka pas në mendje. Ka nevojë për diçka vërtet më të thellë, e jo vetëm me mush menjen me informacione intelektuale, por me shku të zemra, me gjetë diçka që ja prek zemrën, ja ndryshon orientimin e shpirtit, edhe kështu fillon edhe me rregullu edhe këtë hartën e menjes, mos me kenë shumë e ngatrume, por mi hap rrugët. Nëse si shka thana Shën Augustini, zemra jonë, jeta jonë, gjenë paqen, vetëm Zotin, do në palush ke sugjeru, propozu që këtë cikël emisionesh me titullu për shpirtri praktike, që me thonë drejtën unën, më njëherë disi më tërhoqi kja, se thonë në procesin të formimit e kum pa që është e domosdoshme me lidh teorinë me praktikën, domethënë. E aq më shumë për shpirtëria që duhet më kanë praktike. Po megjithatë ti na tregon neve çka ke, çfarë nën kupton me këtë term, me këtë titull që do ta kemi për këto takime. Për shpirtënia praktike ka lindë në fjalorin tem, për arsye se është e nevojshme mi dhanë emën xhanave, për me keni një mumë, nga ana personale, por edhe tek njerëzit që i ofrojmë xhanat. Gjatë procesit tem të transformimit, pra masi kam filluar në më kthy ka Zoti, në mënyrë të sinqertë dhe të vërtetë, kur ne lexojsha Biblën ose lexojsha gjana shpirtërore, në ato momente kisha nevojë për një përgjigje konkrete, praktike, dhe shkrimet më dukshin si të thata, unë fillova me bë pyetjen, këto shkrime që po i lexoj, a janë të vërteta? Apo janë gjana të bukura për mi kallëzu njëri tjetrit? Kështu si teori, por pyetja ime ishte shumë e fuqishme. A mundën mu realizu këto fjalë, këto histori, këto ngjarje të Biblës në jetën time? Dhe kur hyna seriozisht në këto pyetje, në këto kërkime, unë e pava që ato u realizojshin herë mas here, ka pak, dhe atëherë mas një kohë, mas disa viteve, unë të dasht me
mi ja gjetë një emër për shpirtnisë, se qysh jam bë për bile temën e diplomës në teologjie kam bë për shpirtni. Po e isha gjatë kohës edhe mas kthimit tem isha të menu se si mja e gjitë emrin, si çka është për shpirtnia, se edhe çdo studim e rrezikon mu bë teorik, intelektual. Edhe flasim gjanat bukra, mirë pafshim me metër E kur filloj Bibla mu përgjigj në mënyrë konkrete, praktike, atëherë mas çdo shkrimi, kur kisha ndaj frymëzim që shkruajsha ndaj fjalin në fletore, unë e shkruajsha për funi aty për shpirtni praktike. Pra diçka që ndodhi për një men, nuk është vetëm teori, por është edhe realizueshme, është konkrete, praktike. Se ne e dim popullin ton shqiptar, njerëzit, besimtarët, i kanë qef devocionet, zojës bekume, shenjtërve, shtatnotë, shkollit, andej, ne, por nga njëherë kryot përshtypja që mbetet disi që thati vetëm në kokë. Dhe më thanën, pse është kjo vështërsia që njerëzit edhe me praktiku, disi në kuptimin me lidh me jetën konkrete, pse është kjo e vështirë? Çka ta menja? Po bravo, shumë mirë është edhe kjo një gjatë që duhet me e këfjellu, edhe me i dhanë pak e dritë kësaj gjaje, se njerëzit zakonisht mendojnë që janë të jetu fen, vetëm pse bajnë disa gjana, tash t'i shkojmë të kjo praktikja. Që shkon në kish? Po, shkon në kish, ose nez një qiri, ose ka shku në një vend të shenjt. Pra, ka kriju përshtypjen si kur devocioni është kjo për shpirtnia praktike, me një që ka kriju punë. Por, ai devocion po gjendet vështirësi sepse njerëzit jo të gjithë që shkojnë bajnë devocione janë në zhvillimin shpirtnor, janë në lidhje me Zotin, kanë kuriozitete me pyet për jetën, domethënë shkohet në mesh, bëhen devocionet, por kur nuk ekziston një bisedë për shpirtënie, me pyet për jetën, se unë këto e shoh njeriu që ka dashni për të vërtetën, për jetën e për Zotin, e në këtë pikë e shoh se ashtu përparu. A nëse vetëm bëhen këto praktikat devocionale, ka mundësi që jo praktikisht është t'ja prek shpirtin njëj devocion. Kështu që jo detyrimisht devocionet janë për shpirtni praktike. Pasaj që po besoj që pas ka me pas edhe tema çështjet e besytnive, do me thonë se këtu rrshasin nga njerë, duke këtu shikim parë që njerëzit janë devotshëm, ma në fakt ka edhe besytni këtu shumë çështja e këtyre praktikave, por këtë do ta shohim në të ardhmen. Edhe një pyetje që deshta kur themi për shpirtëri praktike, a flasim për devocione pra apo për një mënyrë jetese, domethënë që personi me mishnu një stil. Shumë mirë. Pra kjo ishte ajo që isha tu dash me vazhdu. Devocioni nuk është detyrimisht për shpirtëni praktike, nga ajo që unë dëshiroj me ofru edhe me këfjellu. Për shpirtëni praktike unë quj ato veprime, për shembull lutje, leximi i Biblës ose shkumja në kish, po ndoshta edhe nezja e qirit, të jenë gjana të cilat më ndihmojnë me pastru zemrën, me ndryshu jetën, mos me jetu një lloj. Çdo herë që unë shkoj në mesh, nëse nuk e ka nez zjarrin në mu, fjala e Zotit, lutja, ose predikimi, ose meditimi, ose kungimi, nëse nuk e ka nez një zjarr në zemër, që transformon, që rregullon, që ekuilibron shpirtin tën, nuk është për shpirtëni praktike. Për shpirtëni praktike, unë nënkuptoj gjanat
e shenjta që i baj, me ma ndryshu jetën për ditë. Une mu ba njëri ma i dashtëm, une mu ba njëri ma me mirësjellje, mu ba njëri me sakrifica ma të mëdha, për veti dhe për njerëzit, pra bëhet fjalë për diçka që e ndryshon njeriun për ditë. Pra jo vetëm me shku me ba një veprim, me dalë prej veprimit, si kur gurin që e qetë nuj. Dhe më thonë nuk merë. Për bëhet fjalë për prekje, bëhet fjalë për transformim, për zgjimin e dëshirave, të kuriozitetit, për shembull ajo që thash edhe më herët. Nëse dikush nuk është kurioz, rrin me mua dhe nuk është kurioz me pyet për jetën, për Zotin, për jetën e shpirtit, dhe më thonë, une e lutë Zotin që ky njeri të hapet ndaj këtyre gjanave, që të ketë dëshira, të ketë kuriozitete, me pyet, me bisedu, sepse kjo e ndihmon mu transformu, edhe kjo e ndihmon manej me përjetu çka është për shpirtënia praktike. Edhe në fund nëpërmjet këtyre praktikeve ne bashkohemi me Zotin. Nëse njeriu më tregon një eksperiencë të takimit me Zotin, atëherë une tham edhe e di që ky njeri ka përjetu për shpirtëni praktike. Shumë bukur, do të thënë, çështja është jo vetëm kish, se si po ndihem, por ose akum vëllezëri qiri, por edhe kur kthehen te shtëpia, aty do ta shoh pastaj ose ato rastet e rëna, vështira, personi familjar që është i rënë, toksik ndoshta. Këtu sa më ka ndihmuar për shpirtëria atje, besoj se këtu, por do ta shohim pastaj edhe në emisionet tuaja. Na trego pak, do të falosh si e imagjinon konkretisht këtë emision, për shembull, disa ide, çka më ndodh. Po dëshiroj që mas pari mja nisë menimin e Zotit, tu shpresu që Zoti e frymëzon këtë nisme, mi ofru disa gjanat e cilat unë i njoh, por në përgjithësi kam dëshirë edhe me i ftu disa njerëz të cilët unë i njoh që mujnë mi ofru Radio Marisë dhe rrjeteve, njerëzve, mujnë mi ofru gjana të mira, bukra dhe të vyshme, edhe me bë bashkë bisedime, unë me bë me personin i cili pyet, unë me pëlqen me pyet në emër të popullit. Okay. Më thonë, e thrasni njëri i cili ka një fush me cilën mundet me fol, qoftë për psikologji, ose për Bibël, ose për shpirtëni, unë me kena i ndërmjetësusi në mes popullit edhe këti personi që po fol. Nëpërmjet kësaj gjaje, dëshiroj mi ofru njerëzve një ngushëllim, mi ofru njerëzve një menim të mirë që falem deri tash, një orientim në jetë, po konkretisht do më thonë nëpërmjet disa njerëzve që i kanë studiu disa fusha, edhe mi bën disa biseda normale. Pra jo vetëm fetare, por edhe kulturore, me bën një bashkëpunim, një gërshëtim të gjanave, që të jenë në orientim të kësaj që njeriu me pas një mesazh për jetë, një mesazh të mirë. Okay. Edhe nëpërmjet njerëzve, ndonjëherë sigurisht do të e baj edhe vetë, por kryesisht me shku në drejtimin e kësaj për shpirtënie praktike të gjanave që mi ju tregu njerëzve që ekziston një rrugë tjetër, një rrugë më e mirë, shumë konkrete, nuk është iluzionare. Ndodh gajer që kur flas unë, disa më thojnë shumë filozofi, nuk muj me emri. Realisht është krejt konkrete, por është aq e largët praktika, ose praktikimi këtë në gjanave, sa që i duket sikur filozofi.
por kur fillon mi praktiku gjanat i sheh efektet. Pra, qëllimi është edhe me ecë bashkë, dëshiroj mi dëgju edhe disa mendime tua për njeriun e sotshëm, aq sa ke arrit me pa, por çka ka nevojë më shumë ti njeriu i sotshëm, si më thon. Çfarë urie ose çfarë ushqimi, por çfarë ushqimi ka nevojë. Na tham pak i ke përmend edhe ato informacione që tha, por si duket ka diçka më shumë. Njeriu ka nevojë prej më të voglit edhe deri më të madhin, ka nevojë për dashni. Se i thojnë italianët, punto e basta. Për dashni. Edhe jena te pa. Ti e unë të gjithë jena te pa, edhe njerëzit janë tu e ditë edhe e thojnë këtë gjallë, që mungon dashnia. Bile kanë nostalgji për dashnin që ishte dikur, që mesatarisht pajtohen, por jo krejt. Njeriu ka nevojë për dashni. Njeriu ka nevojë për komunitet, se është izolu. Është shumë ba vetjak. Bili disa thojnë, nga njerë një vetmi është edhe ma e madhe kur je në mesin e njerëzve e nihesh i vetmu. Se sa ai që është një vetë, a dhe thot i vetë. Po, pikrisht, bile në këtë kohë, na jena në kontakt me krejt botin në shok. Apo jo? Followersa. Na jemi në kontakt, jemi në lidhje, por jemi të vetmum. Por njeriu është i vetmum. E vetmis me çka i përgjigjet? Me dashni. Me shoqënim. Pra, njeriu i sotshëm ka nevojë me kuptu se nuk është të jetu dashninë e vërtet. Nuk është dashninë përmjet rrjeteve. Pra, Jezusi e ka kriju, e ka themelu bashkësinë, sepse është e pa zavendësueshme komuniteti. Me kanë pjesë e komunitetit live, gjallë, komunikimi, shoqënimi, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, por kryesisht ka nevojë për dashni. Me nxjerr pikrisht nga ky rrjet i keq që e ka xhan, për menej i izolum. Ka kriju idenë sikur ta njerëzit janë të pa se si janë shtu jetu, statuse, gjane në përrjete, krijon idenë sikur ta njerëzit janë të njoft, edhe ashtu njoft me njerëz, por realisht është vetmi sepse nuk është realiteti. Atëherë shkojmë te përshpirtnia praktike. Kjo, me pas shoqëni nëpërmjet rrjeteve, nuk është asgjë praktike. Më tha, ne e përdorim telefonin, ishte dasht, ne e përdor telefonin për marrëveshje, për gjana më të shpejta, por jo me jetu në rrjete. Tu e harru anën. Tu e harru të vërtetën. Njeriu ka nevojë për dashni, mu shëru nëpërmjet dashnisë. E tu e njoft mas pari dashnin hynore, dashnin e Zotit, i cili e ka realizu në trupin e njeriut, në jetën e njeriut, e ne së bashku ma ne i nimojmë, sepse edhe nëpërmjet njerëzve fitojmë dashni, nëpërmjet natyres fitojmë mirësi e dashni të Zotit. Pra mi përdor disa gjanat e cilat janë natyrore, reale, vërteta. Shumë njerëz e kanë pak problem kur e përjetojnë një bisedë si moralizim, adin kuptimin do shëto, edhe nështë edhe të rritë, të na disi si stepen, ndoshta edhe kanë pas përvoja hidhuna me njerëz që vetëm kanë urdhnu, si me thonë, moralizu, a vetë nështë se kanë ba, masa ne ka dalu, nuk qenë ka aja ashtu si që ka thonë. Ma ekziston edhe ky rrezik, si me thonë, për kohën e sotshme ose qysh me ndryshu këtë qasje. Po më vjen mirë që e bane këtë pyetje, edhe është me rëndësi të madhe. E vërtet se nuk me pëlqen as mu me bë predikime
ose mësime moralizuese. Ban zguxon. Kjo nuk është edukim. Edhe njeriu me njëherë kundërshton këtë lloj dhe këtë mënyrë. Se kupton si sulm. Si sulm edhe si superioritet, njeriu që e mon vetveten ma superior si tjetri, unë jam të ta mësu jetën, unë e kam të vërtetën në xhep, të vërtetën e moralit, të vërtetën e jetës, e të kallëzoj unë si me jetu, pra ky superioritet ndaj personit që ashtu një, shkakton dëm. Ai njihet si nuk është i dëgjuar diçysh, a? Po nuk është i dëgjuar. Manej mundet me menu që nuk është i aftë, nuk është e aftë mi kry këto gjana, kjo është të tregu gjanat mëdha, por edhe ka dhe i dhënim në mënyrën se si është sill me ta, pra superioriteti, moralizimi. Na jena të mundu me gjetë mënyrën me jetu. Nuk e kena një program. Pra ne e kemi Biblën si orientim, si hartë, me hecë në rrugën e jetës, por këto janë rrugë që nuk gjingen kallaj. Kanë edhe kthesa, kanë kthesa, kanë të porze, përpjedzje, ka tunele, ka, kështu që duhet me trajtu mirë. Kush ka kalu në për përshpirtni praktike, në përshtektim të shajt, në përmjet shkretinës, e në përmjet ujnave të rëbume të detit, a je din mirë se duhet me respektu këtë gjatë. Ashtë e vështirë me ba një jetë transformuese. Nuk është e gjatë thjesht. Për këtë duhet trajtim shumë të mirë, edhe unë e kam edhe si bazë e përshpirtnisë që lidhet me përshpirtnin praktike, mi ba gjanat ose mu mësu mi ba gjanat vullnetarisht e me vetije. Kjo është baza e mënyrës edhe të vazhdimit të rrugës edhe të mërritjes se cilit. Që njeriu më mësu vullnetarisht me i pranu mësimet. Vullnetarisht me mësu me i pranu gjanat që janë të ndodhë në jetë. Edhe me vetdije. Me vetdije do më thonë që përsham, nëse doj me agjeru, nëse ti nuk munësh ose nuk din s'ki agjeru kur, ti nuk e keni vetdije të përshtatshme me ba agjerimet forta. Pra, vullnetarisht e me vetdije është efikase. Kjo është e sigurt. Kush e bën në këtë mënyrë, mërrin atje ku duhet me mërrin. Dhe këto takime, bashkëbisedime, për shpirtërisë praktike, pra kanë qëllim me ecë me njeriu. Me thonë që personi me ditë mi dhonë kuptim asaj fazës ecjes, rrugës, nëse është në grop, mi thonë. Jo me thonë, unë lullëzova jam të e pa dilin, nështë është të e pa terën. Pra, me pas guximin edhe mu ballafaqu me realitetin, sepse unë e kam përshtypjen që njerëzit jetojnë me maska. Pikrisht kësaj që tha moralizime, ka shumë moralizime, pastaj thot, unë se kam rri ato, çka duhet me pa tjetër, edhe praktikisht e di që se ka arrit ose s'mund me arrit, pastaj fillon mushtir. Edhe këtu si duket ekziston një lloj qarje në mes asaj realitetit edhe asaj iluzioneve që i krijojmë e që shkaktojnë pastaj dhimbje, shkaktojnë vetmi etj. Apo jo, domethënë kjo cikli emisioneve do për shpirtëri praktike ka për qëllim me ecë me njërin apo. Bravo. Me ecë me njeriu, se edhe Shën Toma Aquini, njëri kaq i madh dhe ka thënë që mësuesi fort, nëse dëshiron me mësu dikan, merre për dorë e ec me ta. Pra nuk është po e mësojmë njeriu pri katedrës, por e shoqënojmë njeriu. Kështu që njeriu ka nevojë muni i shoqënuar në rrugtimin edhe në vështirësitë që ashtu i pas. Pra, larg nga moralizimi, me animu, me kënë aty prezent, si kur ata shokët e Jobit, kur Jobi ka kënë në vështirësi edhe në vujtje, edhe në smunje, kanë shku dhe 3 shokë edhe i kanë bërë moral. Po mos të ka ndodhë kjo nga që ti nështë ki bana i gjana i hernijet e nështë ashtu do këthy. Kanë shku ma nej 3 tjerë edhe kanë kjajt me Jobin. Pra,
Kja është mënyra që do t'i ofrojmë dëgjuesve dhe të gjithë ata që dojnë me bashkëpunu, me ecë me ta. Edhe me kuptu se këtë vështirësi dhe këtë terë dhe këtë munim, këtë shtrydhje që i të jetu ti, e kam jetu dhe une edhe vazhdoj me jetu. Se ka disa njerë që hynë për shpirtni, Padër. Po. Edhe mas pak mujve fillojnë me menu si kam jetu e si jam të jetu. Isha i vështirë, isha i keq, e tash jam ba shajt. Edhe kjo ma ne i kryon edhe më vonë një farloj fasade, si e përmene masken. Sepse dënë mi më shef si kur nuk jam t'i jetu ma këtë gjana. Unë e tash jam mirë. Prirja metë. A mënu me i bo do pun, por e ka pasi a vështirë, nështë edhe e ka nalë rrugën, por ma nej fillon me folë si isha e si jam. Por në njërë definitive është fjala, se mund të flasim si isha e si jam, por ma mirë është mi ba me kuptu, kur kam unë edhe takime shpirtnore me njerëzit. Shpesher e përdori ose edhe biseda. Nëherë të folë me në tavolin me disa njerëz të ri, edhe ishte një person që thot, ishte të folë kështu, si jam kene, si jam, okej, edhe unë për një moment tham, jam gjatë rrugës, e përdori fjallën, jam të u këthy, këtë fjallë përdori, jam të u këthy. Tha, të më duke interesant. Prifti thot jam të u këthy, unë e tham si isha e si jam. Edhe thot po më pëlqen se po më duket ma e lirë, jam ma e lirë kur e përdori këtë lloj fjallie. Pra, sepse të thonë që unë tash jam mirë, unë e vështirësoj procesin, e bllokoj, munoha ma shumë. Jemi në këthem, na jemi tonë të ecë drejt transformimit, drejt çlirimit dhe shërimit, tani na të shku drejt tokës e premtume që është parajsa. Bashk, si une, si ti, si dëgjues të tana llojeve kudo që janë. Jemi në ecjes së bashku, edhe vështirësitë janë të ngjashme, tash aftësia është mu ballafaqu me to. Faleminderit shumë Don Losh. Atëhere ma ke hek pahin, pa Losh. Don Losh më ke thënë. Bravo. S'ka probleme. Don pa Losh. Ta bëjmë pa komo. Ena mjeç kështu ena mësu kështu drejt për drejt me qenë. Po, sa më nga zemra. Sepse kem nevojë vërtet me qenë njerëz në të parë. Ashtu. Edhe me ndje, edhe unë afërsinë tënde e ndjej këtë vërtet, edhe falenderoj Zotin. Atëre Don Palosh krejt në fund, se për jalon pak edhe tarën mëse aty në takimeve konkretisht si do të jenë, do një porosi për dëgjuesit e Radio Maris. Porosia kishte me kënë në këtë drejtim që t'i afrohen radios, të mirën me gjana të vyshme. Të ikin asaj që duhet me mu shkryt me shumë gjana, me shumë informacione, por të shofin gjana që janë me vlerë edhe atë të meditojnë. Ashtë ma mirë me një program ose një këngë të Radio Maria edhe atë bisedë ose atë këngë me përsërit në shpirt krejt javën, se sa krejt javën me qindra me mira informacione. Pra me marë aq sa është e nevojshme për sot, se e kena të atë hyrën. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Marrim aq sa kena nevojë sot edhe meditojmë. Është e duhur, është ushqyese, edhe është ngushëlluese, nëse marrim aq mas, edhe jemi ma të ngushëllume, jemi ma mirë, kështu që kërkoj dëgjuesve që të shkojnë në këtë drejtim. Edhe të jenë sa ma kurioz, të marrin pjesë në radio, të jenë kurioz, të pyesin,
mos kenë frikë, mos kenë turp, sepse kështu në këtë mënyrë e zbulojmë vërtetën. Atëherë të falenderoj nga zemra. Ja të dashur dëgjues të Radio Maris, pra duke filluar prej shtatorit, pra i vitit 2026, po besojmë që do t'ju ofrojmë një mundësi tjetër, po themi kështu një ushqim, një shije pak më ndryshe, për ju, për dobinë tuaj shpirtërore, e besoj që shumë gjëra të mira do të mund t'i merrni prej këtyre bashkëbisedimeve të përshpirtërisë praktike me Don Palush Gjinajn. Qëndroni në shoqëri me Radio Marin e Kosovës, një zë krishterë në shtëpinë tënde, ku do qofshi qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës. Danke. Dhe koftë.